Praktikisht e gjithë seanca sot ishte, le themi, deputet të opozitës që morën fjalën, ndërta edhe unë, për të evidentuar që seanca e fundit, ajo që të gjithë ne e konsideruam si ndër më të rëndësishme të legjislaturës së këtij kuvendi, pra seanca në cilën do flitet pikërisht për programin qeverisës të partisë në pushtet, u mbyll në atë mënyrë që u mbyll, si thua, në shkeljet rregullores të kushtetutës, të gjithçka tjetër, dhe në vetvete është për mendimin tim është një, si thua, problem i madh, ose është tamam mungesa e demokracisë që del në pa, dhe ajo që mua më shqetëson realisht, domethënë, sepse edhe ne si vend me demokracinë jemi fare pak të mësuar, ose në historinë e popullit, si thua, tonë nuk është se demokracia ka përbërë, le themi, një arenë ku janë ndeshur idetë, është luftuar, le themi, për demokracinë, dhe thjesht e marr si një fjalë, ajo është thjesht një fjalë boshe nëse nuk materializohet, le themi, në institucione në radhë parë, po detyrimisht edhe në rrugë nëpër protesta e me radhë në radhë të dytë, si thua. Kështu që fakti që unë e vërej për shembull edhe me njerëzit që flas shpesh herë, një lloj tërheqje ose një lloj pranimi në opinionin publik, do thoja unë, ndaj autoritarizmit që shfaq Edi Rama, që manifestohet në këtë rast flagrant fare në, si thua, anulimin e mundësisë së opozitës për të debatuar programin qeverisës. Pra një lloj tërheqje, një lloj pranimi i autokracisë së tij është vërtet diçka, është një qasje e cila duhet kundërshtuar, mendoj unë, me forcë edhe nga Lëvizja Bashk si diçka e pranuar tashmë, sepse nuk duhet të harrojmë që në vetvete autokracitë nuk është se shfaqen një ditë bukur. Gradualisht, në një farë mënyrë, akumulohet pushteti nga autokrati derisa arrin një pikë të pakthyeshme, si më thënë, ku mund të kthehet edhe në një Putin, edhe në një Erdogan, edhe në një autokrat i cili është i gatshëm në fund ditës edhe të vrasë, edhe të heshtoj opozitën, të heshtoj mediat e me radhë. Kështu që si ngjarje, do thoja unë, fakti që seanca plenare e shkuar kaloi pa një debat të programit qeverisë është një ngjarje, është një damk, një njoll, do thoya unë, në historinë e parlamentarizmit shqiptar, dhe që ngre pikpyetjen e madhe dhe të rrezikshme se deri ku mund shkojë Edi Rama me shpalosjen e autokracisë së tij.